إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتي واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا صدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. Vazhdojmë me mësimin e radhës, i cili është plotësimi i komendit të hadithit gjatë dhe të bukur dhe lutjes profetike që morëm pranë mësimin e kaluar. Thot autori, Sheikh Abdulrazaku, Allahu e ruajt të dhe ne, dhe vërtet Allahu i lartësuar ka përmendur në librin e tij të lavdishëm tregime për popujt të cilët ai shkatërroi për shkak të mohimit të mirësive, që të marrin mësim ata që duan të përkujtohen dhe të këshillohen ata që kërkojnë përkujtim, sepse i lumtur është ai që mëson nga të tjerët, kurse fatkeq është ai që bëhet mësim për të tjerët, siç thonë arabët në këtë urtësi të tyre. Allahu i lartësuar thot në surën Al-Qasas: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Thot i lartësuari sa qytete i kemi shkatërruar që jetonin të kënaqur në mirëqenien e tyre, dhe ja banesat e tyre pas tyre nuk u banuan veçse pak dhe ne ishim trashëgimtarët. Po ashtu Allahu i plotësisht i lartësuar thot në ajetin tjetër, në surën An-Nahl, thot: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allahu solli shembullin e një qyteti ose një vendbanimi që ishte i sigurt dhe i qetë, i cili furnizoi bollshëm nga të gjitha anët. Por ai, domethënë banorët e tij, mohoi mirësitë e Allahut, andaj Allahu ja bëri të shijoj veshjen, pra petkun e urisë dhe të frikës për shkak të veprave që bënin. Pra kur robi mirësinë e Allahut e kthen në arrogancë, mendjemasi dhe në mohim të mirësive, ose e përdor atë në kundërshtimin dhe në zemërimin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë ndodh që vjen dënimi nga Allahu subhanahu wa taala. Pra për shkak të veprimeve të tyre të këqija, punëve të shumtuara dhe sjelljeve të ndyra, Allahu çfarë u azvendosoi bollëkun, rehatin, sigurinë në ndëshkim dhe gazep. Allahu azza wa jalla thot në ajetin tjetër kuranor në surën As-Saba, thot i lartësuari: وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Profeti Allahu për banorët e Sebes, si populli që ka jetuar në Yemenin e lashtë, thot i lartësuari: banorët e Sebas kishin një shenjë në vendbanimin e tyre, 2 kopshte nga e djathta dhe e majta, thuhet kanë qenë 2 lumenj. Hani nga furnizimi i Zotit tuaj dhe falenderoni atë, një qytet i mirë dhe një Zot që fal shumë. Por ata mohuan dhe kthyen shpinën, andaj ne dërguam mbi ta përmbytjen e madhe. Ka mbetur në histori Sejl el Arim, dhe u shndëruam kopshtet e tyre me 2 kopshte që prodhonin fruta të hidhura, lisë të egër dhe pak nga druri i gjembave. Ky ishte ndëshkimi që u dhan për shkak të mosbesimit të tyre. A mos ndëshkojmë ndonjë tjetër përveç mohuesve? Sepse Allahu lartësuar çfarë thotë: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid." Ka lajmëruar dhe urdhëruar Zoti juaj duke thënë: "Nëse ju do të më falenderoni mua, unë do t'u ashtoj mirësitë."
E nëse do të mohoni, dijeni se ndëshkimi im është i ashpër. Pra ji falenderues se Allahu t'i shtoi mirësitë dhe begatit. I jep prej tyre, atribuoje Allah subhanallahu dhe përdori aty ku ai ka urdhëruar dhe kënaqet. Se nëse do të mohosh, apo këto mirësi do atribuosh vetes tënde, apo aftësive tua, apo diturisë tënde, apo fuqisë tënde, apo mençurisë tënde, atëherë Allahu ka për ta kthyer pra begatin me ndëshkim. Shembujt e këtij në Kur'an janë të shumtë, thotë shehu. Prandaj është detyrë që të realizohet devotshmëria ndaj Allahut dhe të kije shumë kujdes nga mohimi i mirësive të tij. Dhe ta di ai që mohon mirësinë e Allahut të lartësuar se nëse nuk nxitohet për të penduar dhe të kthehet tek Allahu, nuk ka shpëtim nga njëra prej këtyre dy gjërave. Pra dy situata do të kesh. Ose një ndëshkim i shpejt ku mirësia largohet, mirëqenia shndërrohet dhe fatkeqësia bie mbi të, ose kundërta. Edhe ky është ndëshkim dhe grasjep nga Allahu, i zgjatet mirëqenia për ta futur ngadalë në një përshkallëzim shkatërues. Quhet istidraj që kanë quajtur ulemat. Thotë i lartësuari: "A yahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." A mendojnë ata se ne kur u japim pasuri dhe fëmijë, po ua shpejtojmë të mirat? Jo, por ata nuk kuptojnë. Më të dikush, po unë njoh shumë jo besimtar dhe idhujtar dhe kundërshtar dhe thyes të urdhëve të Allahut që jetojnë mirë, kanë pasuri, kanë fëmijë, kanë begati. Ku është ndëshkimi mbi ta? Ata e ka kapluar ky lloj i dytë i ndëshkimit. Për shkallëzimi, ashtu që Allahu kur ti ndëshkoi ata, nuk i shpëtojnë më për ndëshkimit Allahut në këtë botë dhe ndëshkimi në botën tjetër është më i dhëmshëm. Prandaj, një nga mjetet më të dobishme për këshillimin e njerëzve, për t'i përkujtuar dhe për të zgjuar zemrat e tyre nga pakujdesia, nga gafleti, nga shkujdesja, nga hutia, është përkujtimi i mirësive të Allahut ndaj tyre. Pra këtë do ta përdori thirrsi muslimani, të kujtojë njerëzve gjithë mirësitë që kanë njerëzit. Po pse se falënderoni Allahun? Pse se veçoni atë me adhurim? Pse si bindeni atij? Pse stroni nga gjunat? Me gjithë këto mirësi që u ka begatuar, u ka mbuluar me mirësitë dhe begatitë e tij. T'ia kujtoi vetes, gruas, nënës, babës, pra ti përdori daveciu këto argumente dhe këtë metodë për kujtimi dhe ftesë të njerëzve. Në Kur'anin famlar ka shumë ajete që përmbajnë këtë përkujtim të lartë dhe vërejtje për të çështje të rëndësishme, që robi të jetë i kujdesshëm dhe jo i shkujdesur dhe i udhëtuar, të jetë falënderues dhe jo mohues. Allah na bëf prej falënderuesve dhe të kujdesshëm dhe atyre që falënderojnë atë së shumti. Allahu lartësuar thot në kontekstin e këshillës së Hudit alayhis salam për popullin e tij: "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Çfarë tha Hudi alayhis salam popullit të tij? Andaj përkujtoni të mirat e Allahut në mënyrë që të shpëtoni. Ndërsa në tregimin për Salihun alayhis salam dhe këshillën drejtuar popullit të tij, Allahu lartësuar tha: "Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi musrifin." Prandaj përkujtoni mirësitë e Allahut, begatitë e Allahut mbi ju dhe mos bëni shkatrime mbi tokë. Ju dha Allahu fuqi trupore dhe takat dhe mundësi, bën fesad në tokë. Dhe thanë, kush është më i fuqishëm dhe më i takatshëm se sa ne? Allahu përgjigj: a nuk e din ata që ai që u dha këtë takat dhe këtë pushtet dhe këtë fuqi është më i plotfuqishëm se ta? Prandaj këtë kujdes ai që ka dhënë Allahu fizik dhe shnet edhe mundësi që mos ta kapi arroganca dhe të ngrihet dhe lartësohet dhe të mburet përpara njerëzve. Po ashtu Allahu lartësuar ka thënë kur përmend këshillën e Musait alayhis salam popullit vet: "Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'a al'adhab wa yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim." Përkujto o Muhammed kur Musa i tha popullit vet: "O popullim, përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush, kur ai bëri që në mesin tuaj të ketë profet dhe ju bëri ju sundues pra mbretër në tokë dhe ju dha gjëra që nuk ua kishte dhënë askujt prej krijesave të tjera." Si i kanë përdorur dhe i përdorin
pra popullit Musait dhe jehudit këto mirësi që Allahu, thjesht me umbur dhe me u krenu për para popujve të tjerë, edhe duke bërë fesad në tokë, duke derdhur gjakun e njerëzve të pafajshëm, sot vrasin gra, fëmijë, njerëz pafajshëm, njerëz në spitale, edhe mburen që kanë qenë popull pejgamberësh, kanë qenë mbretër e sodues të tokë, edhe thonë që ne jemi popull i zgjedhur i Allahut, të dashur dhe bijtë e tij. Allahu dhënë atë që meritojnë. Dhe Allah lartësuar ka thënë ajetin tjetër, në surën Ibrahim, thotë i lartësuari: "Wa idh qala Musa liqaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adhabi wa yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim." Përkujto kur Musa i tha popullit të vet, përkujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush kur ju shpëtoi nga pasuesit, pra faraoni dhe ushtria e tij, të cilët ju mundonin me një dënim të rëndë, i thernin bijtë tuaj dhe i linin dhe gjalla gratë tuaja, dhe në këtë kishte për ju një sprovë të madhe nga Zoti juaj i madhërisëm. Po ashtu thot në ajetin tjetër lartësuar në surën Al-Baqara thot: "Ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin." O bijtë e Israelit, përkujtoni mirësinë time që ju kam dhënë dhe që ju kam dalluar mbi të gjitha botët. Po ashtu Allah lartësuar thot në ajetin tjetër: "Wa idh qala Musa", në ajetin tjetër, m'fal, "Ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin." Dhe thot në ajetin tjetër: "Ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum", surah Al-Baqara, "wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." O bijtë e Israilit, përkujtoni mirësinë time që ju kam dhënë dhe përmbushni beslidhjen ndaj meje, që edhe unë të përmbush beslidhjen me ju dhe vetëm ndaj meje kini frikë. Pra beslidhjen që i ka dhënë gjithë njerëzimi Allahu subhanahu wa taala është që do ta veçojnë atë me adhurim, do t'i binden atij dhe nuk do t'i thyen urdhrat e tij, dhe do t'i pasojnë pejgamberët e tij kur vinë dhe librat. Dhe do t'i mbështesin pra pejgamberët dhe pasuesit e tyre. Pra në fjalët që Kurani ja drejtoi umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në shumë ajete ka përkujtim për mirësitë e Allahut të lartësuar ndaj robërve. Allahu i lartësuar thot, pra këto janë këshilla drejtuar këtij umeti, siç ka ardhur në surën Al Imran: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Thot, kapuni fort pas litarit Allahut të gjithë së bashku dhe mos u përçani, dhe përkujtoni mirësinë Allahut ndaj jush kur ju ishit armiq mes jush, ai i bashkoi zemrat tuaja dhe me mirësinë e tij u bët vëllezër. Thuhet se ky ajet ka zbritur në veçanti për dy fiset Eus dhe Khazraj. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, përpara Islamit, këto dy fise kishin thuhet 40 vite që luftonin me njëri tjetrin. Dhe alhamdulillah erdhi mesazhi Islamit, pranuan dhe u bën me mirësinë e Allahut çfarë vëllezësh. Pra 40 vite që luftoheshin dhe dënin gjakun e njëri tjetrit. Pra Allahu përkujton këtë dhe e quan mirësia e Allahut. Pra pajtimi, bashkimi, mosderdhja e gjaqeve, ruajtja e nderit, jetës pasues e gjakut është mirësi për Allahut që i atribuohet atij dhe do vlerësuar dhe do falënderohet Allahu subhanahu për të. Se ndryshe Allahu çfarë? Ka ardhur për iftarët e librit, falamma nasu hadha mimma dhukkiru bihi. Allahu rasuar thot kur ata iftarët e librit e haruan atë hiset mirësisë që ne dërguam për ta, çfarë thot? Përfundon ajeti thot fa aghrayna bainahum al-adawa wal-baghdha ila yawm al-qiyamah. Ne thot bëm mes tyre thot armiqësi dhe urrëtie deri ditën e llogarisë. Kur rob duke zbatojnë fenë Allahut, duke falëndruar Allah për mirësinë e tij, çfarë Allahu t'i jep të kundërtën e mirësisë, pra vllazërisë, ruajtjes së jetës, nderit, pasurisë, fut armiqësi dhe urrëtie deri ditën e llogarisë. Kur ti se zbaton fenë e tij dhe nuk je falëndrues i mirësive të tij. Allahu lartësuar ka thënë në ajetin tjetër: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha inna Allaha alimun bi dhati sudur." Kjo garë për ty me të përkujtoni mirësinë Allahut ndaj jush dhe beslidhjen që ai bëri me ju kur tha dëgjuam dhe u bindëm. Në kundërshtim me çifutën dëgjuam dhe asaj ne kundërshtuam.
Dhe thot ajeti në vazhdim, dhe kini frikë Allahun, vërtet Allahu e di mirë çka ka në zemra. Pra ky umet ishte umeti që tha semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. Në kundërshtim me çifut që thanë semi'na wa asayna. U tallën me Musain alayhis salam dhe me urdhrin e Allahut për ta. Dhe ai lartësuar dhe i madhruar i ka thënë ajetin tjetër, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. O ju që besuat, përkujtoni dhuntin e Allahut ndaj jush, kur një popull ishte gati të zgjaste duart ndaj jush, pra të luftonte dhe të dëmtonte. E ai ndaloi duart e tyre për jush, pra u mbrojti nga sheri i tyre. Dhe friksoni Allahut dhe vetëm te Allahu le të mbështeten besimtarët. Ka thënë gjithashtu Allahu lartësuar në ajetin tjetër në surën Al-Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun farsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna khabira. O ju që besuat, përkujtoni dhuntin e Allahut ndaj jush, kur ju erdhën ushtri, si në ditën kur përballë ushtria me Shemame me Al-Ahzab, u bën gjithë palë një koalicion dhe një aleancë e madhe e besimtarë. Çfarë ndodhi? E ne dërguam mbi ta erë dhe ushtri që ju nuk i paft. Allahu Akbar. Dhe Allahu është i dijshëm për atë që bëni. Thot i lartësuari, "Ma ya'lamu junud rabbika illa hu, in huwa illa dhikra lil bashar." Nuk i di ushtrit e Zotit tuaj askush përpas ti. Ky është përkujtim për njerëzimin. Pra mbështetju Allahut, dhe Allahu do të mjaftoj nga ushtrit edhe nga sherri i çdo krijese. Dhe ajetet rreth këtij kuptimi në librin e Allahut të madhëruar dhe të lartësuar janë të shumta. Kush ishte dobia e gjithë kësaj pjese, thotë Sheikhu, në përmendjen e dhuntisë së Allahut nga robi ka përfitime të mëdha dhe dobi të shumta. Së pari, ndër më të mëdhat prej tyre, pra kur ti i përmend vetes e kujton vetes mirësitë e Allahut, kush është dobia e parë? Që robi kur kujton dhuntinë e Allahut ndaj tij, mirësinë dhe begatitë e tij, e pastron besimin e tij vetëm për Allahun. Pra i atribon Allahut, i atribon atij rububien e tij, që çdo mirësi Allah ka prej teje. Nuk i drejtohet askush tjetër veç Allahut, pra ja pohon atij rububien, furnizimin e begatitë dhe falënderimi pastaj është adhurim. E veçon atë, pra vërteton dhe realizon uluhien e tij. Nuk kërkon ndihmë përveç se prej Allahut, nuk mbështetet përveç se tek Allahu dhe nuk e përul veten e tij dhe nështrimin e tij për askënd tjetër veç Allahut, sepse vetëm ai i lartësuari dhe dhuruesi dhe bujari i vetmi dhe pa ortak është pra që i meriton të gjitha këto. Allahu lartësuar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa hu fa anna tufakun." O ju njerëz, përkujtoni dhuntinë e Allahut ndaj jush. A ka ndonjë krijues tjetër përveç Allahut që ju furnizon nga qielli dhe nga toka? Përgjigjja është jo. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, e si po largoni pra nga e vërteta. Së dyti prej dobive të përmendjes së dhuntisë së Allahut mbi robin është që në këtë ka ndihmë për t'ia dorëzuar dhe nështruar veten dhe fytyrën e tij Allahut, edhe për t'u nështruar atij totalisht me përulje, bindje, nështrim, dhe këtu ka ardhur mukhbitan wa khadi'an. Kjo mukhbit në gjuhën arabe është i përulur me zemër, përulësia e zemrës dhe devotshmëria, dhe khadi është nështrimi i jashtëm. Pra ti nështrosh Allahut në zemrën tënde, me qenien tënde dhe me trupin dhe me fizikun tënd. Allah na bëf prej tyre. Kush të ndihmon çfarë? Përmendja e mirësive dhe dhuntive dhe begative të Allahut mbi ne. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk keni mirësi që posëdoni veç është për Allahut. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, inna al-insana zalumun kafar. Nëse do t'i numëroni thot mirësitë të Allahut, nuk do t'i përfshini dot gjithë ato. Vërtet njeriu është dhalum, është i padrejtë dhe mohues. La ilaha illallah. Për këtë arsye, në surën An-Nahl, e cila njihet si surja e dhuntimeve, quhet suratu An-Ni'am. Kapitulli Nahl, çfarë është Nahl ali? I bletës. Quhet ndryshe në dietarët e Al-Sunnah wal-Jamaah, dietarët e tafsirit, suratu An-Ni'am, surja e dhuntive dhe mirësive, për shkak të numrit të madh të
të mirësive të Allahut, që Allahu i lartësuar i përmendi aty për robërit e tij. Allahu i madhëruar pas përmendjes së udhëtimit të tij thot: "Kedhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun." Thot, kështu pra ai e plotëson dhuntinë e tij ndaj jush në mënyrë që të nënshtroheni. Pra gjithë këto mirësi, këto begati, nuk t'i ka dhënë Allahu që të bësh arrogant në tokë, mohues, të murresh njerëzve. Ti ka dhënë që ti nështrohesh më mirë Allahut, bësh robi i Allahut, ti nështruar, i përullur, i dorëzuar atij. Dhe më thonë që ti bindeni Allahut të përullur dhe të nështruar. Dhe në përmendjen e dhëntive të Allahut ndaj robit ka ndihmë për robin që ta falenderojë dhuruesin më bujarin të madhruarin, sepse kur robi ndjen se këto mirësi janë prej Allahut të madhruar dhe kujton këtë, kjo e ndihmon atë që ta falenderojë dhuruesin më bujarin dhe të lartësuarin. Dhe çfarë? Siç ka thënë Shejkhul Islam Ibn Taymija, ka thënë al-imanu nisfain, nisfu sabr wa nisfu shukr. Imani ka dy gjysma. Gjysma është durim dhe gjysma është falënderim. Pra falënderimi do të thotë që je prej besimtarëve. Dhe Allahu e pëlqen thot: "Wa an tashkuruhu yardahu lakum." Thot: "Wa la yarda li ibadi al-kufr wa an tashkuruhu yardahu lakum." Ai nuk e pëlqen kufrin, pra mohimin për robët e tij, por që ta falenderoni thot, ai e pëlqen këtë gjë për ju. Se falënderimi është adhurim. Allahu Rasuar thot: "Ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun." Allahu nuk dëshiron t'ju ngarkojë me ndonjë vështirësi, por dëshiron që t'ju pastrojë dhe ta plotësojë dhuntinë e tij ndaj jush, ashtu që të jeni falënderues. Po ashtu prej dobive të përmendjes së mirësive është shumë e rëndësishme largimi i mendje madhësisë dhe i vetë kënaqësisë. Edhe një herë, prej dobive të përmendjes së mirësive të Allahut mbi robin është largimi i mendje madhësisë dhe i vetë kënaqësisë, sepse robi kur kujton se ajo që ai ka nga shëndeti, pasuria, pozita e të tjera si këto janë vetëm nga mirësia dhe dhuntia e Allahut lartësuar, kjo largon prej tij kibrin, mendje madhësinë dhe vetë kënaqësinë dhe arrogancën. Për këtë Allahu lartësuar ka thënë: "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah lan tarani ana aqalla minka mala wa walada." Si tha ai ati shokut vet që u mahnit me kopshtin e tij në surën Al-Kahf, e pse kur ti hyre në kopshtin tënd nuk the çfarë të dojë Allahu, nuk ka fuqi përveç se me Allahun, atëherë nuk do të më shifshe mua që kam më pak se ty pasuri dhe fëmijë. Do të tregoj Allahut dhe Allahu çfarë e dim se si çfarë bëri me kopshtin e tij, të atij që nuk ja atriboi pra mirësitë Allahut dhe nuk e falënderoi Allahun për kopshtin e mirësitë që i pat dhënë. Pra është detyra e robit që gjithmonë dhe kur do erë të kujtojë mirësinë Allahut ndaj tij dhe ta përdorë atë në atë që e kënaq Allahun e lartësuar. Pra jo në gjunahe, pasurin përdore aty ku Allahu ka ligjëruar dhe ai kënaqet. Dhe kjo është shkak që Allahu të ta shtojë mirësinë dhe begatinë dhe dhuntinë mbi ty. Dhe të ketë kujdesin më të madh që të mos e zhvendësojë mirësinë Allahut me mohim dhe mos mirënjohje, sepse vërtet dënimi i Allahut është i ashpër dhe ndëshkimi i tij është i dhimbshëm. Allahu lartësuar thotë: "O me yubaddil ni'matallahi min ba'di ma jadhu fa inna Allaha shadidul iqab." E kush e zhvendëson mirësinë Allahut pasi i ka ardhur, siç që nga mirësia e Allahut, zhvendësimi i saj, ti e zhvendëson me se, me mohim, me arrogancë, nuk e përdor aty ku Allahu ka ardhuar dhe kënaqet. Çfarë? Vërtet Allahu është i ashpër në ndëshkim. Aty ta dha, aty ta mersh. Aty të pasuroj, ishte sprovë për ty, aty të varfron. Të bën edhe bën dhe shembull për njerëzit. Si shembull i, ku kemi shembull të prijesëm Kur'an? Qaruni. Inna Qaruna min qawmi Musa fa bagha alejhim. Qaruni ishte prej popullit Musait, bagha, i të i kaloi kufit mbi ta. E ka lënë Allahu gazep në Kur'anin fisnik, për para ti ka lënë faraonin Hamanin, dhe Qaruni është i treti i tyre. Dhe Allah lartësuar thot: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu, wa ma lahum min dunihi min wal." Thot i lartësuar këtë ajet në surën Ar-Ra'd, vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli
derisa ata të ndryshojnë ato që kanë në vetvete. E nëse Allahu dëshiron një të keqe për një popull, nuk ka kthim për të, dhe ata nuk kanë ndihmës tjetër përveç tij. Pra ai lartësuari na lajmëroi dhe na tregoi se nuk i ndryshon mirësitë që i ka dhënë dikujt derisa ai vetë ndryshoj çfarë ka në vetvete. Pra, duke zvendësuar robi bindjen ndaj Allahut me mosbindje, falënderimin me mohim dhe shkaqjet e kënaqësisë së tij me shkaqjet e zemërimit. E kur ai ndryshon atëre edhe i ndryshohet gjendja, që shpërblim i drejtë dhe i merituar, pra jazaan wifaqa. Dhe ky ndryshim sjell humbjen e mirësive, goditjen e papritur me ndëshkim, ndryshimin e mirëqenies dhe zemërimin e përgjithshëm të Allahut, Allahu na ruaj. Pra, nëse ai e zvendëson mëkatin me bindje, Allah zvendëson ndëshkimin me mirësi dhe çfarë? Nëse robi e zvendëson thot gjunahun me bindje, e kundërta. Ishte një gjuna, pendohesh. Allah e zvendëson ndëshkimin me mirësi, pranon tauben edhe të begaton. Dhe thot poshtrimin me krenari. Ke qenë me njerëz të poshtë ulët, ktheve ka Allahu, flasim i atribon atij mirësit, e përdor pasurinë aty kur Allahu ka regjiruar dhe pëlqen dhe kënaqet, Allahu pra rikthen mbi ty begatin dhe mirësitë dhe të jep krenari edhe nderim. Elus Allahun që na pranoj këtë mezhlis ta bëjë ato të begatë dhe dobishëm për ne. A vi për atyre që dëgjojnë fjalët dhe i pasojnë ato me përkundëri. Elus Allahun që të na mundsoj të arrijmë muajin e Ramazanit, ta agjërojmë ato me besim dhe me shpresë dhe të mbushim netët e Ramazanit me adhurim, me besim, me shpresë. Ta mësoj Allahu leximin e librit të tij, Kur'anin me meditim. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.